Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usalli wa sallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahun jalla wa ala falenderojmë, salavatet dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasojnë. Vëllezër, prej sot dhe disa ligjërata tashme me lejet Allahu Gjelle Gjelalu do të flasim për betejën e madhe të Bedrit. Dhe realisht kur kemi përmend betejën e Bedrit, e kemi përmend paraprakisht dhe kemi përmend shkaqet të cilat kanë shpijej deri në këtë ndodhi, e cila ndodhi do me thonë do të lë gjurmë të mëdhaja në sirën e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, po do të lë gjurmë në historinë islame në përgjithësi. Dhe para se të përmendim disa nga këto gjurmët, me dojë mos që ta shpjegojmë prej nga e ka marrë kjo betejë emrin Bedr. Edhe pse subhanallahu fatkeqësisht në literaturën tonë të përditshme, në atë që e lexojmë në përgjithësi, betejës së Bedrit nuk i jepet haku që meriton. Për shkak se betejë e Bedrit mund të studiohet nga dy këndvështrime të cilat janë shumë të rëndësishme për kuptimin e realitetit të kësaj betejë. Këndvështrimi i parë është këndvështrimi kuranor, përmes tefsirit të librit Allahu Gjelle Gjelaluhu, sepse betejë e Bedrit është ndër betejat të cilat më shumë të janë përmendur në librin e Allahut Gjelle Wala. Dhe siç do ta shohim, për betejën e Bedrit kanë zbrit një sure e plot dhe kanë zbritur një numër i madh i ajeteve. Këndvështrimi i dytë është këndvështrimi historik, i cili bëhet përmes librave të sirës dhe haditheve të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne bëjmë kombinim të tyre dy metodave të studimit të surës të betejës së Bedrit. Edhe pse ndoshta po e morëm tefsirin e një pjesës së Kur'anit dhe detajizimin të do të nxjerrim dobi të cilat nuk do t'i nxirrshim ndoshta në këtë mënyrën e qasjes tonë, por edhe nëse analizojmë ose fokusohemi vetëm në hadithet të cilat flasin ose referencat historike që flasin për betejën e Bedrit, edhe prej aty mund të nxjerrim diçka të cilën ndoshta në mënyrë direkte nuk e nxjerrim nga ajetet të cilat kanë zbritur për këtë betejë. Ma'rakatul Bedrin al-Kubra, betejja e madhe e Bedrit, për shkak se përpara asaj përmendëm se ekziston një betejë e Bedrit e vogël, dhe tham shkaku pse është quajtur ajo si e tillë, ndërsa kjo është e madhja. Është emërtuar si betejë e Bedrit për shkak se Bedri ka ndodhur në një vend që quhet Bedr. Dhe ky vend ose ky vend banim, i cili sot është një qytet e vogël, që është larg xhamisë së pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam diku 150 kilometre, gjendej në një vend rreth një pusi, rreth një bunari që quhej Bedr. Dhe është emërtuar ky bunar si Bedr për shkak të reflektimit të bukur të hënës së plot në ujrat e këtij pusi, i cili kur u ngrit te niveli i ujit, reflekton te hana, do me thonë në ujrat e pusit, kështu që sa herë që hana plotsohej, dhe hana e plot në gjuhën arabe quhet Bedr, e mori edhe ky pus emrin si pusi i Bedrit. Dhe më pas në këtë vend do të zhvillohet kjo betejë për të cilën do të flasim ne në detaje me lejet Allahut Gjelle Gjelalu. Tham që për këtë betejë vëllezër, Allahu Gjelle Wala ka zbritur një sure të plot. Cila është e sure? Sure që ka zbritur për betejën e Bedrit. Mufti? Ka sure që ka zbrit për këtë betejë dhe ajete të cilat kanë zbritur në një sure tjetër madhështore. Surja që ka zbritur për këtë betejë është Suratul Anfal. Surja që e ka emrin plaçk e luftës. El-Anfalu është plaçk e luftës. Dhe hera e parë që muslimanët ballafaqohen me plaçk të luftës do të jetë në këtë betejë, në betejën e madhe të Bedrit. Andaj Allahu do të zbrecë në këtë sure ajete që në përgjithësi lidhen me këtë betejë. Realisht, e gjithë surja nëse lexojmë ka një rënditje që na aludon dhe na tregon se kjo sure ka zbritur për këtë betejë. Ndërsa ajetet tjera që kanë zbritur për këtë betejë janë në një sure tjetër madhështore, ajo është suratu Ali Imran. Në Ali Imran ka ajete të cilat flasin në mënyrë direkte për betejën e Bedrit. Thot Allahu Gjelle Gjelaluhu: "Wa laqad nasarakumullahu bi Bedrin wa antum adhillah." Allahu juve ju pat ndihmuar në Bedr kur ju ishit të dobët dhe të nënshtruar, dhe të nënçmuar, dhe të poshtruar. Wa antum adhillah. Për shkak se betejë e Bedrit
është ajo ndarja historike mes periudhës së fuqisë dhe periudhës së dobët. E Allahu xhelle xhelaluhu tash ju thot besimtarve, ju tregon që koha kur ishit në Bedër ishte koha e dobësisë tuaj. Pas Bedrit ju fituat fuqinë tuaj. Pas Bedrit ju fituat pozitën tuaj diplomatike tek popujt tjerë të Arabisë asaj kohe. Allahu thot wala qad nasarakumullahu bi Bedrin wa antum adhilla. Allahu juve ju pat ndihmuar në Bedër në kohë kur ju ishit të dobët dhe të nënçmuar. Që tregon se periudha deri në Bedër ishte periudha e dobësisë së muslimanëve dhe se periudha pas Bedrit është periudha e fillimit të ngritjes dhe krenarisë, e cila kuptohet që do të kulminojë me shtirimin e Mekës dhe më pas do të vazhdoj me disa beteja deri në fund të jetës së pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ajo që është interesante, se beteja e Bedrit, përveç se dallon periudhën e dobësisë dhe fillimit të fuqizimit të muslimanëve, ajo edhe nxjerr në paraqitjen e këtij fenomeni të ri i cili u paraqit në Medinë, ai është munafiklëku. Hipokrizia ose nifaku. Ne treguam që musliman tashmë në Medinë ballafaqon me diçka të re të cilën nuk e njihin përpara se të vinë në Medinë. Mirë po me ardhjen e tyre në Medinë, ata në Mekë njihnin muslimanin dhe jo muslimanin. Dhe nuk e dishin se në mes tyre mund të ketë dikush i cili duket si musliman, flet si musliman, vepron si musliman, po brendësinë e tij e ka si jo musliman dhe qëllimet dhe synimet i ka si jo musliman. Madje siç thot Allahu, përfundimi i tyre në ahiret është më i rëndë se sa i jo muslimanit, andaj tha Allahu xhella xhelaluhu innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Me të vërtet munafiqët do të jenë në gradën më të ulët të zjarrit të xhenemit. Dhe i kemi treguar shkaqet pse ndodh kjo të cilën e ka treguar Allahu xhallahu ala. E tash Bedri më do të nxjerr në pah këtë val të nifakut tek njerëzit të cilët ishin labil. Përpara Bedrit, munafikët e shprehnin nifakun e tyre, i debatonin mendimet e tyre, i zinin muslimanët si të dobët, andaj kishin guxim ndaj tyre dhe disa prej tyre madje e shprehnin mosbesimin e tyre në Allahun dhe mospasimin ndaj pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Por me ardhjen e fuqisë në duart muslimanëve, kjo do të shuhet. Ata më nuk do të dalin shoqëri që të debatojnë, të polemizojnë, të vinë dhe të bëjnë potere, jo. Prej sot më ata do të fshihen. Dhe e gjithë veprimtaria e tyre do të jetë mekru lejli wan nehar. Bërje kurthave natën dhe ditën. Do të bëjnë kurtha gjatë natës, siç e ka përmendur Allahu xhelle xhelalu, vetëm që të çojnë në vend agjendat e njerëzve të huaj, jo të atyre të banorëve të vendit të Medinës së pejgamberit Allahut alayhi as-salatu wassalam. Andaj beteja e Bedrit do ta nxjerr këtë gjë në pah. Po ashtu, ç'është interesante është se Allahu xhallahu ala sikurse ju ka dërguar isharete muslimanëve për betejën e Bedrit. Mirë, po këto isharete muslimanët nuk i kanë kuptuar për një herë. Disa prej tyre i kanë kuptuar, disa të tjerë i kanë menduar se do të jenë shumë larg, nuk e kanë menduar që ballafaqimi me një ushtri aq të madhe, të udhëhequr nga Abu Xehli do të bëhet menjëherë pas ardhjes së tyre në Medinë. Andaj Allahu xhella xhelaluhu zbriti në surën El-Qamar se yuhzamul jam'u wa yuwalluna dubura, tha Allahu ata ky tubim, ky mbledhim i njerëzve do të humbin wa yuwalluna dubur dhe do të kthehen duke ik. Thot Omeri radiallahu ta'ala anhu se yuhzamul jam'u, nuk e disha thot për ka e ka për qëllim Allah. Se kjo ajet ku ka zbrit? Në Mekë. Se yuhzamul jam'u, el jam'u është tubimi i njerëzve. E thot Omeri nuk e disha se për cilin tubim të njerëzve flitet, për çfarë xhamati është u fol, për kë flet Allahu, se dikush do të hupe dhe do të ikin duke kthyr shpinën e tyre. Tha derisa e pash pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke shpejtuar pas parzmores së tij. Ta veshe parzmoren e tij dhe thoshte se yuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, se yuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Do të ik ose do të hub ky tubim i njerëzve dhe do të ikin, do me thonë si njerëz të humbur të cilët kanë humb në betejë. Atëherë thot Omeri radiallahu ta'ala anhu, e kuptova se për ka e ka pat për qëllim Allahu xhallahu ala me këtë thënie se yuhzamul jam'u wa yuwalluna dubura, edhe pse ajeti ka zbritur në Mekë. Kuptohet që mjegullimi i të kuptuarit kësaj gjëje
është për shkak të ndodhive që ju ka ndodhur muslimanëve për dishmërinë e tyre. Apo në Mekë persekutuar, të luftuar, të shtypur në gjitha format e shtypjes. Pastaj hijreti në format më të rënda e banën hijretin, saqë njohja e realitetit se ky ajet për ka zbritur nuk ishte gjë e lehtë. Ishte tepër gjë e vështirë. Andaj Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, i cili ishte prej fukahave të sahabeve, i cili ishte prej njerëzve më të njohur rreth librit të Allahut dhe shkaqeve pse kanë zbritur fjalët e Allahu xhelalu ala, nuk e dinte pse ka zbrit dhe për kë ka zbrit ky ajet, derisa e pa në realitet. E pa se si pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam shpejton ta merr parzmorin e tij dhe po thotë se yuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubura. Po pas asaj Allahu xhelalu ala dal ngadal sikurse u alargon këtë mjegull muslimanëve prej syve të tyre dhe zbret ajetet të cilat duken si një lloj plani për veprimtarin ose për atë se çfarë duhet bëjnë ata gjatë kësaj betejë. Andaj Allahu tha wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati shawkati takunu lakum. Tha Allahu, dhe kur Allahu ju premtoi një prej dy gjërave. Allahu ju premtoi një prej dy gjërave. E para ishte ardhja e muslimanëve deri te ajo që e synojnë. Çfarë synojnë ata? Karavanin e Abu Sufjanit. Karavanin e Abu Sufjanit. Dhe e dyta çfarë ishte? Takimi me armikun në betejë. Thot Allahu idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifatayn. Dhe kur Allahu ju premtoi juve njërin nga këto dy gjërat. Wa tawaddun, ndërsa ju çfarë shpresoni? Ma të lehtën apo? Karavani. Wa tawaddun anna ghayra dhati ash-shawkati takunu lakum. Dhe ju shpresoni se ajo e cila të fitohet pa mund të jetë juaja. Dhe më pas Allahu do t'ju tregoj që dëshirat tona janë diçka, por realizimi i planit të Allahut është diçka tjetër. Ne të gjithë o vëllezër kemi synime dhe dëshira në jetën tonë. Ne të gjithë kur të bim të flejmë natën, bëjmë planifikim për ditën e nesërme. Por rrallë planet tona shkojnë sipas asaj që ne vizatojmë dhe planifikojmë. Për shkak si ka thënë Allahu xhalla xhelaluhu wa ma tashauna illa an yasha Allah. Ju s'keni mundësi as të ëndrroni, as dëshironi, vetëm se nëse dëshiron Allahu xhallahu ala. As dëshira jon për diçka nuk mund të bëhet përderisa nuk e lejon Allahu xhallahu ala. Mos flasim realizimin e asaj që ne e dëshirojmë. Andaj musliman donin marrjen e karavanit. Allahu donte diçka tjetër. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu po i mëson musliman se qëllimi pse unë vadash juve më të vështirën dhe jo atë të cilën ju e dëshironit nga gjëja të cilën ju e synonit, është qëllim më madhështor se sa qëllimi që e patët ju. Ajo është ihqaq al-haq, realizimi i së vërtetës dhe nxjerrja në pa e së vërtetës duke urrejtur këtë gjë muxhrimund, kriminal dhe duke urrejtur këtë gjë njerëzit e padrejtë. Allahu dëshiron arritjen e kësaj gjëje, edhe pse në sytë tona shumë e vështirë, për diçka tepër më madhështore se sa vetë arritja deri tek karavani. Po do të flasim për këtë në të ardhmen. Ne thëmë vëllezër që para përgatitja për betejën e Bedrit ka ndodhur qysh nga ardhja e muslimanëve në Medinë. Dhe përmendëm disa raste. Përmendëm se Kurejshët i shkruan një letër Abdullah ibn Ubej ibn Selulit, apo? Në letër në të cilën ata nxisnin munafikët në krye me Abdullah ibn Ubej, që ta luftojnë pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam, gjithsesi ti luftojnë bijtë e tyre. Derisa ardhja e kësaj letre te Ibn Ubej erdhi informata tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dhe do të kuptojmë një gjë, që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam me ardhjen e tij në Medinë nuk ka qenë si më thon, nuk ka qenë njeri i cili thjesht vetëm ka ardhur në Medinë dhe nuk i ka interesuar se çka bëjnë armiqt jashtë Medinës dhe armiqt e tij brenda Medinës. Jo, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte syçel. Dinte çdo lëvizje që ndodhte jashtë Medinës dhe brenda Medinës. Madje letra që kishte ardhur Ibn Ubej ibn Seluli, e cila në atë kohë ishte akuz për tradhti, informata për këtë, erdhi tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam dërgoi dikë prej sahabëve, shko dhe tregoi atyre se ne e dim çfarë shkruan atë letër. Jo, shkoj vet. Dhe ju thot atyro ju burra. Ju pat ardh juve letër nga mushrikët e Mekës. Dhe ato duan që ju të na luftoni neve më shumë se sa ata që na luftojnë. A bi tuj do t'i luftoni? Ata që ju sinoni t'i luftoni, e dish kush janë? Janë vëllezrit, motrat, nanat, baballar tuaj, bijt tuaj. A bijt tuaj doni t'i luftoni më shumë se sa që na luftojnë Kurejshët?
derisa u shpërnda ky grup. Po ashtu, prej gjërave të cilat aludojnë se ka mundësi të ndodhë diçka e madhe, ishte dërgesa e vazhdimshme e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam të ekspeditave ushtarake. 1 dhe 2, njëna prej 16 burrave, njëna prej 70 burrave, njëna prej 150 burrave, mirë po secila në numër të caktuar që tregonte për mos sigurinë e rrugës së tregtisë, kësaj rrute tregtare që e përdornin Qurayshët drejt Shamit. Sepse Qurayshët për të shkuar në Sham, duhet të kalonin përreth territoreve të Medinës. E pejgamberi Allahu sallallahu me ardhjen e tij në Medinë po ju thot atyre, rrugë juaj tregtare drejt Shamit mos është e sigurt. Për 2 gjëra. Ju na keni dëbuar nga vendi jon, kjo është e parë, dhe e dyta, tregtia ose pasuria me cilën ju tregtoni është pasuria jon. Ju na keni marrë neve pasurinë dhe atë keni investuar në këtë tregti të cilën e bani Sham. Andaj ne duam vetëm se pasurinë tonë. Dhe t'ju shprehim juve armiqsinë tonë ndaj jush. Kjo rrugë nuk është e sigurt, që aludonte se do të ndodhë një betejë e madhe mes tyre 2 palëve. Shkaku i betejës është i qartë, apo? Karavani. Cili karavan? E njëjti karavan në të cilën doli pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam në betejën e El Ushaira ose Usaira. Mirë po karavani iku vazhdoi për në Sham. Tash i njëjti karavan po kthehet nga Shami për në Mekë. E pejgamberi Allahut alaihi salatu wasalam gjithmonë ka dërguar njerëz në rrugët, në rutat të cilat i përdornin në atë kohë karavanët tregtar për ta ditë çdo lëvizje e cila ndodh përreth Medinës. Dhe pejgamberi Allahut alaihi salatu wasalam kishte dërguar sahabe të cilët do të vëzhgojnë çdo lëvizje në këto rrugë. Dhe do të kuptojë që një karavan i përbër prej 1000 deveve. E dini se 1000 deve si duket fundi karavanit. Karavan në të cilin është investuar 50.000 dinar të arit. Shumica e këtyre tollave ishin pasuri e muslimanëve dhe pjesa tjetër e pasurisë ishte investim nga banorët e Mekës, të cilët dikush më shumë, dikush më pak donin që të investojnë në tregti dhe më pas karavanit kthehet në Mekë dhe ata ju shitnin mallra tregtar njerëzve të cilët vinin në Mekë për ta kryer haxhin. Kjo ishte prej kësaj jetonin me kelit. Mirë po kryesisht pasuria e këtij karavani ishte e muslimanëve. Karavanin e ruan sa njerëz? Maksimum 40 burra. Minimumi 30 burra. Do me thonë mbrojtje minimale, për shkak se deri në atë kohë, ata kishin ato konventat e tyre dhe protokollet e tyre. Dijeshte që me një vend ku nuk ka luftë, karavanet e ecnin të lirshëm. Dhe rrallë ndodhte që të vinë bandit dhe të marrin, do me thonë, karavanet të cilët lëviznin nga një vend në një vend tjetër. Për këtë shkak, për këtë karavan kishte 3-4 burra të cilat e ruanin me armatime kështu me radhë. Por ama i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk do të dërgoj drejt karavanit 3-4 burra. Do të dërgoj diku 10 fishin e numrit të njerëzve të cilët duhet ta sulmojnë këtë karavan. Pse? Që marrja e karavanit jetë shumë e lehtë. Se kur t'i shohin këto 3-4 burra, se 3-400 veta janë duke i sulmuar, çfarë do bëjnë? Do t'i ikin. Dhe ta lënë karavanin dhe karavani do të bjen me lehtësi në duart e muslimanëve. Kështu që kur pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam dëgjoi që karavani është duke u kthyer nga Shami për në Mekë, ju tha sahabeve: "Hadhihi 'iru Quraysh." Kjo është karavani Quraysh. Këtë janë aty e prit. "Hadhihi 'iru Qurayshin." Në ta gjendet pasuria e tyre. Tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam: "Dilni përpara këtij karavani, e ndoshta Allahu xhelle xhelaluhu do t'ua bën juve nasib që ta merrni. Ndoshta do të jetë hisje juaj që ju t'i dilni përpara dhe ta merrni kët karavan." Nga Ebu Ejub el-Ansari radiallahu ta'ala anhu transmetohet se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam t'u boi disa prej sahabëve dhe ju tha atyre: "Jam njoftuar për karavanin e Ebu Sufjanit, i cili është duke ardhur. A dëshironi të dalin drejt këtij karavani? Ndoshta Allahu na e bën atë neve ganimet." Dhe termi ganimet deri në këtë kohë nuk ishte i njohur për muslimanët. Muslimanët, do me thonë, për para një beteje kish problematik të çështje ganimetit, nga se akoma nuk kishin zbritur ajetet të cilat do të vendosnin në rregullat e luftës në mënyrë qartë. Dhe beteja e Bedrit, vëllezër, është sebepi i zbritjes së normave të luftës për muslimanët. Muslimanët dishin normat e paqes,
po nuk i njihnin normat e luftës, dispozitat e luftës. Pse? Se luftën e kishin ndaluar deri para disa muajve. Luftën e kishin të ndaluar. E Allahu tash u lejon luftën, por lufta ka rrethana tjera, ndodhin gjërat pa parashikueshme. Merret plaçk lufte dhe dije që çdo popull dhe qytetërimi së kaluarës është sprovuar me këto dy gjëra. Me plaçk lufte edhe me rrobat e luftës. Dhe rënja, degradimi moral i qytetërimeve përpara islamit, por edhe sot e kësaj dite është në këto dy gjëra. A nuk ishe sionistët sot në Gaza dhe në Palestinë, degradimi i tyre moral është në këto dy gjëra. Në plaçk lufte dhe në rrobat e luftës. Shiko trajtimin që u bëjnë ata, jo robërve të luftës, robërve dhe të burgosurve në përgjithësi. Degradimi moral i ushtrive është në këto dy gjëra. E Allahu në këto dy gjëra zbriti ajete. Andaj Allahu zbriti sure që e ka emrin El-Enfal, plaçke luftës për të na bën neve me dije që ti o musliman, që jeton me islam në paqen tënde, duhet jetosh me islam dhe luftën tënde. Lufta nuk është gjendje kaotike ku ne bëjmë çka duam ne. Lufta është gjendje në të cilën ne duhet i afrohemi Allahu xhelle xhelaluhu dhe çdo lëvizje e jote dhe çdo shikim i yti, çdo dëgjim i yti në luftën tënde që e bën, nuk bën të jetë vetëm se si çdon Allahu xhelle xhelalu. Kaq. Dhe Allahu zbriti sure që rregulloi çështjen e plaçkës së luftës dhe rregulloi çështjen e robërve të luftës dhe ne jemi borxh betejës së Bedrit dhe atyre që ishin Bedër për zbritjen e këtyre ajeteve. Dhe qytetërimi islam në të ardhmen do të ndërtohet mbi baza të dispozitave që kanë zbritur për këtë betejë. Andaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ju tha sahabeve, apo dalim ta marrim karavanin, edhe ai ndoshta bëhet ganimeti jon, thot Ebu Ejubi i tham të dërguarit Allahut sallallahu po i dërguari Allahut, andaj doli i dërguari Allahut. Dhe ne dolëm pas tij. Ai i cili ja ka pru lajmin pejgamberin Allahut sallallahu për afrimin e karavanit, është Besbese ibn Amr al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu. Shumica prej jush se kanë dëgjuar, apo? Besbese ibn Amr al-Juhani, sahabiu i cili ishte spiun vëzhgues i çdo lëvizje që ndodhte përreth Medines dhe periferisë Medines. Dhe dikush prej kontakteve të tij i patpru Besbeses lajm që karavani është duke u afruar dhe ai ka shku që ta vëzhgon karavanin dhe ja ka pru këtë lajm të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë na e tregon Enesi radhiyallahu ta'ala anhu, thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam dërgoi Besbesen si spiun për të parë se çfarë ndodhte me karavanin. Ai erdhi dhe në shtëpinë e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk kishte askush përveç meje edhe pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam dhe ja tregoi dërguarit Allahut alaihi salatu wasallam gjithë ngjarjen që kishte të bëj me karavanin e Ebu Sufjanit. Ajo që ka ndodhi është se i dërguari Allahut alaihi salatu wasallam nuk do të mobilizoj të gjithë sahabet. Pse? Për shkak se mobilizimi i gjithë sahabeve kishte nevojë për çfarë? Për kohë. Ndërsa lëvizja e karavanit nuk shkonte me kohën. Karavani lëvizte shpejt dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte nevojë që ushtria e tij ose njerëzit të cilët do të jenë me të dalin me njëherë. Andaj i dërguari Allahut alaihi salatu wasallam mobilizoi ata të cilët ishin të pranishëm. Madje nuk thiri ensarët të cilët ishin në Awali. Awali el Medine është një vend pak më i ngritur se sa Medinja, është vendbanimi i fisit të Eusit. Eusi si kabile ishin më të fortë se Khazrexhi, më me numër, më me histori, më madhështore në aspekt ushtarak, por ama nuk ishte kohë që ata të thiren dhe të mobilizohen dhe të përgatiten për sulm. Kështu që i dërguari Allahut alaihi salatu wasallam po ju thot sahabeve, ne kemi një çështje për të ndjekur. Ne kemi diçka të cilën e synojmë. Dhe ju thot atyre, kush e ka kafshën e tij, devën e tij të gatshme, dhe këtu e ka me ne, let hip mbi devën e tij dhe nisemi. Thot disa prej burrave, prej sahabëve i lypën leje pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam të shkojnë në shtëpitë e tyre të marrin devet e tyre. Tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, do të vjen vetëm ai i cili devën e ka këtu. Jo të tjerët. Të tjerët s'kan shans për të ardhur. Vetëm ai që e ka devën gati dhe tash nisemi. Kështu që i dërguari Allahut alaihi salatu wasallam niset në moment. Sa që jep lajmin e tyre, a shkojmë? Shkojmë. Merret vendimi dhe nisja bëhet në moment, vëllezër. Dhe ata të cilët nuk kishin mundësi që të vinë ose t'i marrin kafshët, mbetën
në qytetin e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Ka'b ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dhe Ka'b ibn Malik është domethënë është protagonisti i një ndër hadithet më të gjata në Sahihun e Imam Buhariut rahimahullah, thot për veten e tij këtë hadith të gjatë, nuk kam munguar nga asnjë betejë me pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam përveç betejës së Tebukut, për të cilën flet ky hadith i gjatë, megjithatë thot kisha munguar edhe në betejën e Bedrit, por i dërguari Allahut alaihi salatu wasallam nuk qortoi askënd që nuk mori pjesë në këtë betejë, askënd se ka qortuar. Kush s'ka marr pjesë, s'ka marr pjesë. Ai që ka marr pjesë, ky ka pozitë të veçantë në dinin e Allahu xhalla xhelaluhu. Ai konsiderohet filan i biri filanit el Bedri. El Bedri ka qenë si titull i sahabëve më të përzgjedhur. Kush ka shku në Bedër i kanë thënë el Bedri. Dhe këto tituj në Islam nuk i gjejmë vetëm se në 3 gjëra: në hijret, në pritje të muhaxhirinëve dhe në Bedër. Andaj ai që ka bë hijret quhet el muhajir, apo ai që i ka prit muhaxhirin quhet ansari, dhe ai cili ka qenë Bedër quhet el Bedri. Asnjë titull tjetër nuk u është dhënë sahabeve përveç tyre 3 titujve. 3 tituj me cilët janë krenuar shokët e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ishte shkaku i parë i cili i nxori besimtarët nga Medinja, që shkojmë ne ta marrim karavanin në të cilin gjenden pasuritë tona dhe me të mund të bëjmë tregti të madhe. Megjithatë, ky motiv dal nga dal gjatë rrugës do të fillojë të ndryshojë. Dhe Allahu e tregon këtë gjë në Kur'an. Andaj Allahu thot: "Kema akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq", sikurse të nxori Zoti yt nga shtëpia jote o Muhammed me të drejtë. Të kanë nxjerr nga shtëpia jote në Medinë me hak. Cilin hak? Karavanin. Kjo është haku juaj. Vazhdon Allahu dhe thot: "Wa inna fariqan min al-mu'minina lakarihun", megjithatë një pjesë prej besimtarëve këtë gjë nuk e donin. Cilën gjë nuk e donin? Karavanin? Jo, krejt e donin. Po çka s'donin këto besimtarë? Luftën. E Allahu tregon se pas fillimit në rrugtim, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ka filluar që t'ju flet atyre se ne jemi të shku për karavanin, po mund ndodhe diçka më e madhe. Ne jemi nis për diçka shumë të lehtë, 3-400 burra, me 3-4 burra e marrim karavanin, nuk kry puna. Po ka mundësi që të ketë një skenar i cili është pak më i keq. E Allahu tregon për ndjenjat e disa prej këtyre sahabeve. Wa inna fariqan min al-mu'minina lakarihun, dhe disa prej besimtarëve që ishin të pranishëm në zemrat e tyre ndjenin një lloj sikleti nga ajo e cila mund të ndodh. Thot Allahu: "Yujadilunaka fil haqq ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun", polemizojnë me ty rreth kësaj të vërtete. Ka'annama yusaquna ila al-maut, sikurse dikush i kreth me zor drejt vdekjes, sikurse me ditë ata se janë të shku drejt vdekjes. Andaj Allahu këtu nuk flet për karavanin, flet për një luftë e cila mund ndodhe potencialisht mes muslimanëve edhe mushrikëve. Më pas Allahu xhallahu ala e përfundon këto ajete duke thënë: "Wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabira al-kafirin", por Allahu don që të realizoj të vërtetën me fjalët e tija, wa yaqta'a dabira al-kafirin, dhe ta shfaros rrugën dhe metodologjinë e qafirave. Vazhdon Allahu dhe thot: "Liyuhiqqa al-haqqa wa yubtila al-batila walau kariha al-mujrimun", që Allahu të nxjerr në pah të realizoj të vërtetën, edhe ta poshtroj të kotën, edhe nëse kjo është shumë e sikletshme dhe e rëndë dhe e neveritshme për kriminalët. Realizimi i së vërtetës dhe nxjerrja në pah e saj nuk është e lehtë për nefsin e kriminalit, nuk është e lehtë për nefsin e zullumqarit. Ajo e shqetëson, ajo e sikleton, ajo e bën atë që del prej lëkurës së tij. E kjo është e dëshiruar tek Allahu xhallahu ala. Realizimi i së vërtetës pa marr parasysh në çfarë përmasa, qoftë në sendet më të thjeshta, Allahu e don që e vërteta të realizohet. Allahu don që e drejta të realizohet, se kjo e nxjerr natyrën e vërtetë të kriminalit dhe njeriu të korruptuar. Qoftë ky individ, ose qoftë kjo komunitet, ose shoqëri, ose qytetëri, pa marr parasysh. Allahu don nga ne që ne të realizojmë këtë të vërtetë. Kur u zhvillua vëllezër kjo betejë?
Betejë e Bedrit është e njohur se është zhvilluar në ditën e Xuma me 17 Ramazan të vitit të dytë të Hijretit. Megjithatë, muslimanët kanë dalë nga Medinja drejt Bedrit një 5 ditë më herët. Për shkak se thamë që mes Medinës dhe Bedrit ka 150 kilometre fiks. Dhe dalja e tyre në numrin të cilin do ta tregojmë nuk ka qenë gjë e lehtë. Është dashur lëvizje, tinazi që mos duket ky numër i madh i muslimanëve, kështu që dalja e tyre ka qenë shumë më herët dhe është pritur që në afërsi të këtij vendi që të del domethënë Ebu Sufjani me karavanin e tij, po sikurse do ta shohim që nuk do të ndodhë kjo, se karavani do të ndronë rrugën e tij për shkak se do të kuptojë që muslimanët kanë dalë në drejtim të Bedrit ose në drejtim të Bregdetit për ta prit karavanin e Ebu Sufjanit. Muslimanët të cilët kanë dalë nga kjo në këtë betejë vëllezër ose drejt Bedrit ishin diku 300 e diçka burra. Thot Omeri radiallahu ta'ala anhu se kemi qenë 319 burra. Mirë, po në këtë çështje ka muhabet. A kanë qenë 313, apo kanë qenë 305, apo 306, apo 319, dhe secili qëndrim pranon një lloj interpretimi. Pse është kaq, pse nuk është kaq, e kështu me radhë. Prej tyre, muhaxhirin kanë qenë diku 60 e diçka burra, ndërsa të tjerët kanë qenë prej ensarëve. Thot Omeri radiallahu ta'ala anhu, kur erdhi dita e Bedrit, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e pa numrin e idhujtarëve të cilët ishin 1000 vet, ndërsa shokët e tij ishin 319 vet. Dhe Omeri i thot këtë në mënyrë precize pa rumbullaksim, se në përgjithësi transmetimet tjera janë transmetime të rumbullaksuara. Prej ensarëve 240 e diçka, prej muhaxhirinëve 60 e diçka, krejt janë numra të rumbullaksuar. Përpos në disa transmetime dhe një prej këtyre transmetimeve është transmetimi i Omerit radiallahu ta'ala anhu, i cili thot kemi qenë 390 pjesëtar në betejën e Bedrit. Kuptohet që jo të gjithë prej tyre kanë marrë pjesë në vetë luftë. Dhe do të përmendim 2 prej tyre të cilët nuk kanë marrë pjesë në mënyrë direkte në betejën e Bedrit, a është Suraka edhe Enes ibn Malik radiallahu ta'ala anhuma, të cilët kanë qenë dvegjël, dhe njëri ka qenë shërbetori pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, tjetri ka qenë domethënë thjesht vëzhgues, i një prej të afërmve të tij, i cili ka shkuar në betejën e Bedrit, edhe e ka shoqëruar nipin e vet që të shkon në Bedër. Mirë, po Suraka radiallahu ta'ala anhu do të vritet nga një shigjet, domethënë e humbur, që i thon, shigjet e cila nuk është synuar aj me atë, po do t'i bjen në fyt ose në qafë dhe do të vdes domethënë nga kjo plak radiallahu ta'ala anhu. Po në mesin e sahabeve do të ketë disa të cilët prej burrave të sahabeve të cilët donin që të jenë në betej, po nuk do të kenë mundësi që të jenë në betej. Prej tyre është Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu. Uthmani radiallahu ta'ala anhu do të qëndrojnë në Medinë me urdhër të babës së bashortes së tij, pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nga se bia e pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam Ruqayya do të jetë Samur. Dhe pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam do t'i thotë Uthmanit që qëndron në Medinë dhe ti ke shpërblimin e pjesëmarrjes në betejë dhe pjesë nga ganimeti i luftës, po që se ka ganimet. Andaj Uthmanit i është dhënë pjesë e plaçkës së luftës dhe i është dhënë shpërblimi i pjesëmarrjes në Bedër. Prej tyre ka qenë Talha ibn Ubaidillah edhe Sa'id ibn Zeidi. I pari, i dyti dhe i treti janë prej 10 përgëzuarve me xhennet, asnjëri prej tyre nuk ka prezantuar në Bedër, po janë prej 10 përgëzuarve me xhennet. I dyti dhe i treti, pse s'kan prezantuar në Bedër? Sepse kanë qenë mision tjetër vëzhgues. Kanë vëzhguar lëvizjen e karavanit ka një anë tjetër, e cila ka pat mundësi që të lëviz karavani ka jo anë. Ata kanë qenë mision tjetër, kështu që pjesëmarrja e tyre ka qenë e pamundshme. Për tyre ka qenë Ebu Lubabe ibn al-Mundhir al-Ansari radiallahu ta'ala anhu, i cili nuk ka prezentuar në Bedër për shkak se ai ishte zëvendësi i dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Në namaz, Abdullah ibn Umi Mektumi ju printe muslimanëve në Medinë gjatë kohës së mungesës së pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam në betejën e Bedrit, ndërsa jashtë namazit Ebu Lubabe radiallahu ta'ala anhu ishte përgjegjësi i Medinës gjatë mungesës së dërguarit Allahut alaihi salatu wasallam. Prej tyre Ebu Umame ibn Tha'lab al-Ansari radiallahu ta'ala anhu nuk ka prezantuar në betejën e Bedrit, sepse kur është nisë në betejën e Bedrit,
e ka pa dajen e tij. Edhe daja e tij ka thonë, "Nip, ku je nis?" Ka thonë, "Jam nis në luftë me pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam ose për ta nxënë karavanin e Ebu Sufjanit." Ka thonë, "Kthehu se nanën e ket smut." Ki thot motrën e ket. Motra ime është. I thot Ebu Lubabe, "Shko ti ruje se është motra jot." E daja e këtij sahabiu të Ebu Lubabes ka qenë njëri i njohshëm për pjesëmarrjen e tij në lufta, përpara Islamit dhe pas Islamit. Ka thonë, "Nipi murdhnon mu, e ti e ke nan." Ka thonë, "Wallahi, këtë gjë do t'ja tregoj pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam." Shkon tek pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam gjikon mes tyre. Ebu Lubabe të thot, "Ja Rasulullah, unë jam i ri dhe energjik dhe jam i gatshëm për pa marrë parasysh çfarë ndodhen. Le ta ruan nanën time, vllau i saj, daja e filani." Thot daja, "O i dërguari Allahut, kush duhet ta ruaj? Ai apo unë?" Thot djali duhet ta ruaj. Andaj thot Ebu Lubabes, "Kthehu." Dhe ja then në thojza zemrën e Ebu Lubabes radhiyallahu ta'ala anhu, se ka qenë ndoshta betejë më e madhe, cilën ka mundësi që të merr dikush, por ama pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë përparësi çfarë? Bamirësisë ndaj prindërve, te Ebu Lubabes ka thënë, "Shko ruje nanën tënde." Rasti interesant është rasti i Hudhejfe ibn al-Yamanit. Hudhejfe në keni dëgjuar. Baba i Hudhejfes është al-Yaman ibn Jabir. Emrin nuk e ka Yaman. Emrin e ka Husejl. Po është quajtur Yaman sepse ky njeri, Yamani radhiyallahu anhu, në xahiliet ka vrarë një njeri. Edhe për shkak të hasëmnis ka dalë që të jetojnë në Medinë. Edhe në Medinë është ka marrë aleancën e një prej familjeve të banorëve të Medinës, të cilët në esencë kemi treguar se janë nga cili vend banorët e Medinës? Nga Jemeni. Andaj është quajtur ky njeri Yemen, si me qenë i kujt? I Yemenit. E Hudhejfe ibn al-Yaman, i Hudhejfja i biri i Yemenasit, ai s'është Yemenas. Ai nuk është Yemenas, po e ka marrë emrin për shkak të fisit i cili e ka prit në Medinë. Edhe Husejli radhiyallahu ta'ala anhu bashkë me Hudhejfen kanë qenë periferit Medines në rrugën e lëvizjes së karavanëve. Kanë bërë njëjtin mision të cilin e kanë bërë Talha edhe Said ibn Zejdi radhiyallahu anhuma dhe i zon Kurejshët. Kur i zon Kurejshët, këto thonë alçoni, valla, ne ju kemi bazë. Thot, "Ne po ju lshuam juve, neve na ka ardhur lajmi që Muhamedi ka dalë me 3-400 burra që të pret karavanin ton. Po ju lshuam juve, ju do shkoni direkt tek Muhamedi alayhi salatu wassalam." Këto thonë, "Ja, nuk shkojmë." Këto thonë, "Na jepni besën. Se ju jeni besimtar, na jepni besën se nuk shkoni me ato edhe të luftoni kundër neve." Këto thonë, "Va japim besën." Si dalin shkojnë te pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Kur shkojnë tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, Yamani i ati Hudhejfes thot, "Ja Rasulullah, ka ndodhur kështu dhe kështu dhe kështu." Tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, "E kthehuni mbrapa. Edhe çonin në vend besën të cilën u keni dhënë atyre, ndërsa ne do t'i mbështetemi Allahut në luftën tonë kundër tyre." Kështu që e kthen Hudhejfen edhe Yamanin në Medinë dhe nuk e merr ndihmën e tyre për shkak të besës që u kishin dhënë mushrikëve të Mekës. Thot Imam Neveviu rahimahullah në komentimin e këtij hadithi, në rastin e Hudhejfes dhe babës së tij, jo besimtarët morën zotimin e tyre që të mos merrnin pjesë në luftë me dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam në Bedër. Dhe i dërguari Allahut alaihi salatu wasallam i urdhroi që të qëndrojnë besnik marrveshjes. Ne si jena besnik marrveshje me vëllezërit ton, Kojshi, Gjaldajxhe, musliman, shok pi 5 vjeç, e them besën edhe i tradhtojmë për 5 farë. Këto në luftë, armiq, haptazi, me gjithat për Amerizozin, kthehuni mbrapa. Dhe çojeni në vend besën të cilën u keni dhënë. Po thot Neveviu, kjo nuk ishte për shkak të detyrimit fetar, kjo nuk është se ishte vajxhib. Kjo nuk është vajxhib, nuk është obligim, se është kohë lufte. Por thot, sepse nuk është detyrim të lësh xhihadin për të respektuar marrëveshjen me jo besimtarët. Por i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk deshi që të përhapej se shokët e tij e thyejnë marrëveshjen me njerëzit. Përhapet se ne jena tradhtar? Jo, asnjëherë. 2 burra në betejë, as nuk e ndrojnë balancin e betejës as kur gjallë. Plus asaj,
ne kemi lanat emrin ton që ne jemi njerëzit më besnik. Thot Imam Neveviu rahimehullah, por i dërguari Allahu sallallahu nuk deshi që të përhapej se shokët e tij e i thyen marrveshjet, edhe nëse fetarisht nuk ishin të detyruar, sepse ata që përhapin lajmin nuk përmendin shpjegimin e saktë. E kuptoni këtë fjalinë e fundit të Neveviut? Ai që shpërndar në lajme nuk e tregon shkakun pse ndodh kjo që ndodh. Ai vetëm e shpërndan. Ti e dëgjon lajmin, por nuk e din realitetin pse ka ndodhur kjo. O, filoni e ka bë, po pse e ka bë? Nuk e din. Mu lajmi më ka ardhur i tillë. E kur ta shpjegon dikush sebepin, ti thu vallahi s'po, nuk ka faj valla. Nuk ka faj. Andaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi thjesht ka thonë ktheuni. Thelet shpërndaj njerëzit lajm. Cilin lajm? Se ne jemi njerëzit më besnik. Dhe kështu duhet jetë besimtari Allah. Njeriu më besnik është ai i cili falet. Njeriu më besnik është ai i cili i bjen Allahut në sejdë dhe thot unë jam robi i Allahut. Robria e tij nuk ka të bëjë me qejfet e tija, as me qejfet e njerëzve. Robria e tij duhet të jetë thjesht vetëm ndaj Allahut xhelle xhelalu. Do të ndalemi këtu. Do të vazhdojmë ligjëratën ashme inshallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ju shpërblet.